Gjykata kushtetuese duhet të kishte marrë këtë vendim që në momentin e parë që pati një ankim. Keni parasysh në atë kohë, nga gjykata kushtetuese u arsyetuar që ishte e panevojshme marrja e një vendimi të ndërmjetëm, sepse pezullimi ishte automatik. Nëse ju kujtohet, mas ankimit që bëri Erion Velia në gjykatë kushtetuese, unë kam qenë një nga ata dhe ka pas dhe zëra të tjerë që kërkonin që gjykata kushtetuese të shprehej. Sepse ky është një vendim i ndërmjetëm. Për ata që nuk janë shumë familjar me procesin, gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim për ta pranuar apo jo ankimin, por ka marrë një vendim të ndërmjetëm për të pezulluar çdo afat, për të pezulluar çdo proces, derisa gjykata kushtetuese të shqyrtojë ankimin që do jetë me 31 tetor. Që në fakt, fakt, asnjë arsye që gjykata kushtetuese të merr kaq shumë kohë për këtë vendim të ndërmjetëm, pra për pezullimin e procesit. Sepse duke marrë kaq shumë kohë, ka pasur dhe ndikim. Sepse, për shembull, ne si aktor opozitar jemi angazhuar me nxitim për një proces për të zgjedhur një kandidat, për të mbështetur një kandidat. Të gjitha këto procese mund të ishin kursyer nëse gjykata